Atëherë, fituesi i parë. Jam Bernardo, kam blerë për herë të parë Tele Bingon dhe kam fituar shparin. Kjo është loja ime. Okej. Atëherë, sekreti madh është vendosja elektroshtëpiakeve në karrocë. Po. Ti vendosësh në mënyrë të tillë që ti kesh në mënyrë të barabartë që në fund fare të vendosësh televizorin që zakonisht e marrin të gjithë, ja ku është televizori. Të shohim bukur, djaloshi e vendosi shumë bukur dhe mori karrocën e dytë dhe imagjino, deri tani ka bërë 85.000 lekë të reja, pra mbi 850 euro. Prandaj them që një lojë e bukur do të sjellë goxha fitime. Shampoti mbaroi, i mori dhe të tjerat, filloj me zbucat dhe s'ka gjë, sepse dhe po t'i edhësh gjërat në tokë, ata të shparit janë kaq të mirë sa janë aty për të asistuar për lojën tonë. Dhe ndërkohë që kanë mbetur, imagjino, dhe 23 sekonda, ai është tek 1.500 euro dhe i ka kaluar dhe ka shkuar në 100, pra në lekë të vjetra që më pëlqen ta them, 1.518.000 lekë. Kur ka dhe 30 sekonda të tjera dhe jam i sigurt që po nuk e di se çfarë mori, shampo në mos gaboj, po shampo, anti-djersën. Ky ka thyer një rekord të paparë deri tani, e pabesueshme. Djali ka marrë, ka shkuar mbi 2.500 euro, i jashtë... Gati 2.500 euro. Po, shumë. Fantastike. Nuk e di nëse i dyti do ketë bërë të njëjtën gjë, prit të shohim pak. Atëherë, fituesi i dytë, të shohim kush është. I pa para, i pari. Jam Aliu nga Kuksi. Në lojën Si e thoni ju, televizionit e ka kam mundur fituar këtë? 35.000 lekë. Nuk e Një besoj. smartphone edhe 100 sekonda spar, cilët do t'i luaj Atëherë, vetë. nuk e besoj. Prit pak, e nuk e di se ndonjëherë ky brez Të çudit. mund mos jeti shpejt, po është teknik. Atëherë të shohim. Po. Ja të shohim. E mbajti. Po, e mbajti. Vazhdojmë. 88.000 lekë mbi. Kthesën e mori mirë. Vazhdon me vrap drejt rafteve. Bashkëmoshatarët e tij çuditen që e shohin duke vrapuar në market. Ashtu. Urdhro. Opa, i kaloi 1.000 euro. Ka edhe dy. Ore, kur themun që teknika e këtij brezi është e jashtëzakonshme. Mirë. Do ke qenë asli? Po se në vleftsojmë, ne ja këtu gaboj, mori një karrocë të vogël, kishte marrë një të madhe. Kjo më duket një çik e vogël, po i që kanë karrocat e vogla. Atëherë, ja ku është, kaloi 130.000 lekët, ka dhe 24 sekonda, mori karrocën tjetër, po shkon ke zbucat, pra ja ku i kaloi 1.500 euro, pa shpërdoruar asgjë. Ka marrë masat dhe për tjetrën. Okej. Dhe 3 sekonda, mirë. Dhe thoni pastaj ju. Ashtu. Opa. 1.800 euro të tjera.